Kishte një grua në Dibrën e vjetër që njerëzit e kishin mësuar ta injorojnë. Jo me qëllim të keq, jo me urrejtje, thjesht ashtu, siç injorohen gjëra që bëhen pjesë e peizazhit, siç injorohet ura e vjetër mbi lum, siç injorohet guri i madh në cepin e rrugës, siç injorohet tymi o xhakut që del çdo mëngjes nga e njëjta shtëpi. Ajo ishte atje, ishte gjithmonë atje, dhe për shkak se ishte gjithmonë atje, askush nuk e shikonte më me vëmendje të vërtet. Quhej Lokja Berisha, 57 vjeç, nën e 4 fëmijëve, gjyshe e 3 nipëve dhe mbesat, grua e Mustafës, burrit të heshtur dhe punëtor, që kishte kaluar tër jetën duke bërë gjërat siç duhej, pa bërë shumë zhurmë. Ajo jetonte në lagjen e vjetër, aty ku rrugët kishin ende kaldrëm dhe ku fqinjët e dinin emrin e njëri tjetrit pa pasur nevojë të pyesnin. Çdo mëngjes, Lokja zgjohej para agimit. Kjo nuk ishte diçka e re, nuk ishte diçka që e kishte zgjedhur me vetdije. Ishte thjesht mënyra si funksiononte trupi i saj, i programuar nga dekada zakonesh. Zgjohej, bënte kafe, dilte në balkon dhe shikonte qytetin duke u zgjuar ngadalë. Pastaj fillonte puna. Buka për mëngjes, rrobat për lavatriçen, dhoma për t'u pastruar, kopshti për t'u ujitur, dreka për t'u gatuar. Ditë pas dite, muaj pas muaji, vit pas viti. Njerëzit e lagjes e njihnin Lokjen si Nën Lokja, me atë nën përpara emrit që tregonte respekt, por edhe një lloj vendosjeje në kategori. Ishte nën dhe kaq. Ishte gruaja e Mustafës. Ishte nëna e Arditit, e Blerinës, e Florentit dhe e Mirës. Ishte gjyshe e voglushve. Por vet Lokja si individ, Lokja me dëshirat e saj, me ëndrat e saj, me trupin dhe mendjen e saj, ajo Lokja ishte bërë e padukshme edhe për veten e saj. Por kjo histori nuk është historia e një gruaje të padukshme. Kjo është historia e çastit kur ajo u bë e pamundur për t'u injoruar. Komento më poshtë, ti çfarë do të bëje nëse vendosje të ndryshoje jetën tënde sot, pas shumë litesh pa u menduar fare për veten? Sepse ajo që ndodhi me Lokjen nuk ishte thjesht një transformim fizik. Nuk ishte thjesht historia e një gruaje që humbi kilogram dhe fitoi muskuj. Ishte diçka shumë më e thellë, shumë më e dhimbshme dhe shumë më e bukur se çdo gjë që mund ta imagjinoje. Ishte historia e një nëne që për herë të parë në jetën e saj të rritur, vendosi të shikoj pasqyrën dhe të thoshte: edhe unë kam vlerë, edhe unë meritoj. Por le të fillojmë nga fillimi. Le të shkojmë atë ditë kur gjithçka ndryshoi, jo me buqim, jo me dramë të madhe, por me diçka shumë të vogël dhe shumë njerëzore, me një vështrim në pasqyrë dhe me një lot që ra pa leje. Ishte një mëngjes si gjithë mëngjesat. Lokja kishte zgjuar herët, siç e kishte zakon. Kafja kishte aromën e zakonshme, balkoni kishte freskinë e zakonshme të agimit dhe qyteti po zgjuhej me zhurmën e zakonshme. Pastaj nuk e dinte pse u ndal. Ndoshta ishte mënyra si bie ndritën e hershme të mëngjesit në përxham. Ndoshta ishte diçka e rastësishme, e pavullnetshme. Por u ndal dhe e shikoi veten. Dhe nuk e njohu. Jo plotësisht, jo ashtu siç duhet ta njohësh veten. Shikoi dhe pa një grua me flok gri të shpërndara, me sy të rënduar nga gjumi dhe nga diçka tjetër që nuk ishte gjumë, me fytyrë që mbante shenjat e viteve të punës, të brengës, të gëzimit dhe të lodhjes. Pa një trup që kishte mbajtur fëmijë, kishte punuar pa u ndalur, kishte dhënë dhe dhënë dhe dhënë, pa pyetur kurrë çfarë merrte mbrapa. Dhe pa pritur, pa e pritur fare, e pa lotët. Jo të mëdhenj, jo dramatik, thjesht 2 pika të vogla që zunë këndet e syve dhe mbetën atje, duke u vendosur ngadalë. Nuk qante, nuk ishte duke qarë, thjesht kishte 2 pika ujë në fytyrë dhe pyetje pa përgjigje në mendje. Kur ishte hera e fundit që kishte menduar për veten? Kur ishte hera e fundit që kishte bërë diçka, çfarëdo gjëje, jo për fëmijët, jo për burrin, jo për shtëpinë, por vetëm për veten? Kur ishte hera e fundit që kishte ndjerë trupin e saj jo si mjet pune, por si diçka që i përkiste, diçka që e bënte të ndihej gjallë?
Nuk gjeti përgjigje, dhe mungesa e përgjigjes ishte vetë përgjigja. Ajo ditë kaloi si gjithë ditët e tjera. Lokja bëri kafen, pastroi shtëpinë, gatoi drekën, priti niprit dhe mbesat për vizitë të shkurtër pasdite, dhe kur nata ra, ushtrua në krevat me syt hapur, duke shikuar tavanin e bardhë. Por diçka kishte ndryshuar. Diçka e vogël, pothuajse e paprekshme, kishte lëvizur brenda saj. Sikur lëviz guri i parë i një avalanche, i vogël, gati pa peshë, por me potencialin për të ndryshuar tërë peizazhin. Ajo nuk e dinte ende se çfarë do të ndodhte. Nuk e dinte se pas disa javësh do të hynte për herë të parë në jetë në një palestër. Nuk e dinte se njerëzit do ta shikonin dhe do të qeshnin, jo hapur, por me ato vështrime anësore dhe buzëqeshjet e fshehta që janë edhe më keq se qeshja e hapur. Nuk e dinte se do t'i duhej të luftonte jo vetëm trupin e saj të lodhur, por edhe paragjykimet e një komuniteti të tërë, edhe zërat e brendshëm të dyshimit dhe turpit, edhe traditat e pashkruara që thonin se gruaja e moshuar duhet të ulet e qetë dhe mos të bëj shumë zhurmë. Nuk e dinte asgjë nga kjo. Thjesht shtrihej dhe shikonte tavanin dhe mendonte, për herë të parë prej shumë kohësh, për veten e saj. Dhe ky ishte fillimi. Dibra kishte gjithmonë pasur një karakter të veçantë. Qyteti i vogël malor, me traditën e tij të fuqishme dhe me njerëzit që mbanin fjalën si besë, kishte edhe diçka tjetër. Kishte gjuhën e saktë dhe të pamëshirshme të komunitetit. Njerëzit flisnin, gjithmonë kishin folur, dhe ky fjalim nuk ishte gjithmonë keqdhashës. Shpesh ishte thjesht mënyra si funksiononte komuniteti, si mbahej lidhja sociale. Por kur binte mbi njeriu e gabuar, në momentin e gabuar, me fjalën e gabuar, mund të ishte i rënd siguri. Lokja e dinte këtë. E kishte ditur tërë jetën. Kishte parë si flisnin për të tjerët, kishte dëgjuar komentet e vogla dhe të mëdha, kishte kuptuar rregullat e pashkruara, kush mund të bënte çfarë, kush mund të dukej si, kush kishte leje të ndronte dhe kush duhej të rinte i heshtur. Dhe sipas rregullave të pashkruara të Dibrës, të çdo qyteti të vogël shqiptar, të çdo komuniteti me traditë të fortë, gruaja e moshës dhe pozitës së lokjes nuk shkonte në palestër. Nuk vishte rroba sportive, nuk stërvitej, nuk i shfaqte muskujt, nuk i tregonte trupin. Por lokja, ajo natë duke shikuar tavanin, filloi ngadalë dhe me frikë të madhe të pyeste. Pse jo? Pse jo kur trupi i saj kishte dhënë kaq shumë? Pse jo kur zemra e saj kishte mbajtur kaq shumë? Pse jo kur ajo kishte punuar kaq shumë dhe kurrë nuk kishte kërkuar asgjë për veten? Pyetjet ishin të thjeshta, por përgjigjet dhe guximi për t'i gjetur ato përgjigje ishin çmim i madh. Lokja Berisha kishte lindur në një kohë kur fëmijët e vajzave mësonin të gatuan para se të mësonin të lexonin. Kjo nuk ishte kritik, nuk ishte gjykim, ishte thjesht fakti i jetës në atë ambient, në atë kohë, në atë kulturë. Nëna e saj i kishte mësuar si t'i bënte byrekun me lakër, si t'i lante rrobat me dorë, si t'i mbante fëmijët i qetë kur burri ishte i lodhur. Dhe Lokja kishte mësuar mirë, shumë mirë. Martesa kishte ardhur herët, siç ishte zakon. Mustafa ishte burri mirë, kjo ishte e vërtet, jo thjesht fraze detyrueshme. Ishte i qetë, i punëtor, i ndershëm, dhe nuk e kishte keq trajtuar kurrë. Por edhe ai, si burri tipik i brezit të tij, nuk kishte menduar shumë për dëshirat dhe nevojat e gruas si individ. Kishte menduar për familjen, për shtëpinë, për bukën e përditshme. Dhe kjo ishte dashuri, një lloj dashurie, e vërtetë dhe i sinqertë, por e mbyllur brenda kutisë së detyrimeve dhe roleve. Fëmijët kishin ardhur njëri pas tjetrit. Arditi i pari, energjik dhe kokfort si babai, pastaj Blerina, e ëmbël dhe e menqur, pastaj Florenti, i qetë dhe i rezervuar, dhe më në fund Mira, e vogla, e ndritur dhe plot jetë. Secili kishte marrë nga Lokja diçka, nga duart e saj, nga zemra e saj, nga gjumi i saj, nga koha e saj. Dhe Lokja kishte dhënë me gëzim, me dashuri të plot, pa u menduar asnjëherë se po zbrazej ngadalë. Vitet kishin kaluar 10 minuta larg me makinë.
gjë që për standardet e familjes shqiptare konsiderohej pranë. Dhe kur fëmijët u larguan, ose jo larguan, por thjesht u rritan dhe filluan jetën e tyre siç duhet, shtëpia u bë e madhe. Jo e madhe fizikisht, ishte e njëjta shtëpi me të njëjtat dhoma, por e madhe në heshtjen e saj, e madhe në zërat që mungonin, e madhe në hapësirën e lënë boshe nga prezenca e fëmijëve. Mustafa punonte ende, kishte dykanin e vogël të materialeve ndërtimore në qendër të qytetit dhe ditët i kalonte atje. Kthehej në mbrëmje i lodhur, hante, shikonte lajmet, flinte. Jeta e tyre bashkëshortore kishte arritur atë qetësi të ngrohtë të çifteve të vjetër. Nuk kishte zjarrin e fillimit, por kishte diçka tjetër. Njohjen, besimin, qetësinë. Ishin si dy pemë pranë njëra tjetrës, rrënjët e të cilave ishin ndërthurur thellë në tokë. Por Lokja kishte filluar të ndihej si pema që janë prerë degët, ende atje, ende me rrënjë, por e zhveshur nga ajo që e bënte të mos dukej plot. Fizikisht, vitet kishin lënë shenjat e tyre. Nuk ishte çudi, kishte 4 fëmijë, kishte punuar pa u ndalur, kishte fjetur pak gjatë viteve të gjithëdhënies dhe të sëmundjeve të fëmijëve, kishte ngrënë jo për veten, por sipas asaj çfarë kishte gatuar për familjen. Trupi kishte bërë detyrën e tij me besnikëri, por pa kujdes. 57 vjet mund ta lënë trupin të rënduar nëse nuk kujdesesh për të. Jo të sëmur, jo të dëmtuar, por të rënduar, të ngurtësuar, si makina që nuk është vajosur prej kohësh. Lokja kishte hipertension të lehtë, mjeku i kishte thënë të kujdesej, kishte dhimbje gjyngjësh nga ngritja e shumë pishat, kishte shpinë që ankohej pas punëve shtëpiake, kishte oksigjen që shkonte keq kur ngjitej shkallët me nxitim. Kush i di sa kohë kishte kaluar që trupi i saj t'i tregonte shenja dhe ajo t'i ignoronte duke thënë, nuk kam kohë tani, pastaj. Pastaj kishte ardhur atë mëngjes para pasqyrës. Javët pas asaj çaste kaluan me Lokjen duke u lëkundur mes dëshirës dhe frikës. Dëshira ishte e vërtet, ajo e ndjente atje, si zjar i vogël por i qëndrueshëm diku brenda kraharorit. Por frika ishte gjithashtu shumë reale, frika e gjytit të njerëzve, frika e dështimit, frika e të dukesh qesharake, frika e mos lejimit nga normat shoqërore. Dikur, duke ecur në përtreg, Lokja shkonte çdo të ente në treg, zakoni saj prej shumë vitesh. Ajo pa një pankart, ishte ngjitur në murin e një ndërtese të re në fund të rrugës kryesore. Kur Mira erdhi të dielën me fëmijët, nipërit dhe mbesa që mbushnin shtëpinë me zhurmë dhe gëzim, Lokja e gjeti veten duke ja treguar vajzës së saj gjën. Jo drejt për drejt, jo si pyetje e qartë, por si ide e hedhur rastësisht midis gotave të çajit dhe byrekut të nxehtë. Mira kishte 33 vjeç, ishte grua moderne, punonte si mësuese dhe kishte mendime të qarta për gjërat. Kur nëna e saj e hodhi iden, me aq frikë dhe me aq hezitim sa që pothuajse u duk si shaka, Mira u ngrit nga koltuku dhe e shikoi. Pastaj buzëqeshi. Jo me atë buzëqeshje të politikës, jo me buzëqeshjen e do ta shoh çfarë bëj, por me buzëqeshjen e vërtet të hapur, që ndriçon fytyrën nga brenda. Dhe tha diçka që Lokja nuk do ta harronte kurrë. Nën, kjo është ideja më e mirë që ke pas në gjithë jetën tënde. Lokja qau. Jo me lot të mëdhenj, jo me zhurmë, thjesht syt u mbushën dhe ajo i fshiu shpejt me cep të bluzës, duke pretenduar se nuk kishte ndodhur asgjë. Por Mira e kishte parë dhe nuk pretendoi. E zuri dorën nënës dhe e mbajti. Asnjëra nuk foli për pak sekonda. Nuk ishte nevojë. Ato sekonda heshtjeje mbanin brenda tyre shumë gjëra, vitet e kaluar, punën e kryer pa njohje, sakrificat pa emër, dashurinë e dhënë pa llogari, dhe diçka e re, mundësia reale, e prekshme, se gjërat mund të ishin ndryshe, se Lokja mund të ishte ndryshe, se ajo kishte ende kohë, se trupi i saj kishte ende mundësi, se jeta e saj kishte ende hapësirë për diçka të re. E nesërmja ishte e hënë, dhe të hënën, Lokja doli nga shtëpia pak pasi Mustafaj shkoi në dyqan, mori rrugën drejt qendrës dhe qëndroi para derës së Fitness Club Dibra. Dëgjoi çfarë ndodhi pastaj, se ky moment, ky çast kur ajo qëndroi para derës dhe luftoi me veten nëse do të hynte apo jo, është ndoshta momenti më i rëndësishëm i tërë historisë. Dëgjoj,
sepse ndoshta edhe ti ke qëndruar para ndonjë dere të tillë. Dere jo fizike, por metaforike. Dere që të ka blokuar para diçkaje të re, diçkaje të panjohur, diçkaje që do të bënte pjesë të tjerë të flisnin dhe të gjykonin, dhe ti ke hezituar, siç hezitoi Lokja. Por Lokja, 57 vjeç, kishte njerëz, 2 vajza të reja që bënin ushtrime me hall, një djalë i ri me kufje që vraponte në bank, një burr i moshës së mesme që ngrinte peshë me vëmendje, dhe prapa recepcionit, teksa mbaroi me telefonin, ngrihu një djalë i ri, ndoshta 25 vjeç, me flokë të prerë shkurt dhe sy të miqësishëm. Ai e pa Lokjen dhe u ngrit. "Mirëdita zonjë, si mund t'ju ndihmoj?" Lokja, e cila kishte hyrë me kokën pak të ulur dhe me shpinë pak të lakuar, si gjithë ata që hynë në vend ku nuk janë të sigurt se i presin, ngriti kokën. Nuk e dinte çfarë priste nga ky moment, ndoshta pyetje konfuze, ndoshta vështrim habitës, ndoshta buzëqeshje e fshehur. Por djali, emri i tij siç do ta mësonte pas pak, ishte Genti, kishte atë lloj sjelljeje natyrore të njerëzve të formuar mirë, i miqshëm, pa qenë i shtirë, profesional, pa qenë i ftohtë. Lokja tha, me zë më të qetë se zakonisht: "Kam dëgjuar se mund të vi të stërvitem, edhe unë. Nuk di nëse..." "Natyrisht," tha Genti, pa e lënë fjalin të mbaronte me hezitim. "Kemi për të gjithë, çdo moshë, çdo nivel. Dëshironi të shihni si funksionon gjithçka?" Ajo kishte pritur shumë gjëra, nuk kishte pritur natyrisht. Ky fjalë i vogël, natyrisht, ishte si diçka e lehtë që i rambi supet dhe i mori peshën. Genti e shoqëroi nëpër palestër, duke i shpjeguar pajisjet me durim dhe qartësi. Nuk e trajtoi si dikë të veçantë, nuk e trajtoi as si dikë jashtë kontekstit, e trajtoi thjesht si klient të ri që kishte nevojë për orientim, dhe kjo normalitet, kjo mungesë e dramës dhe e gjykimit, ishte vetë ndihma më e madhe që mund t'i jepte. Por ndërkohë, pa e treguar, Lokja i ndjente vështrimet e të rinjve. 2 vajzat me hall kishin dalur ushtrimet e tyre dhe po flisnin me zë të ulët, duke vëzhguar me vëmendje diskrecionin e tyre. Djali me kufje kishte ngadalësuar vaksën dhe po hodhte vështrime nga cepi. Burri me peshë kishte çuditërisht shumë interes në pasqyrën që ishte drejt për drejt Lokjes. Ajo i ndjeu të gjitha këto. Kishte kaluar 57 vjet duke mësuar të lexojë dhomën, duke ndjer atmosferën e një vendi pa pasur nevojë të analizojë. Por e hëna e ardhshme, sesioni i parë i vërtetë i stërvitjes, arriti shpejt. Dhe atë mëngjes, kur Lokja ndroi rrobat e shtëpisë me pantallona sportive dhe bluzë të thjeshtë që Mira e kishte blerë si surprizë, pasi vajza e dinte gjithçka, gjithmonë e kishte ditur, Mustafai e pa dhe u ndal. Shikoi gruan e tij, shikoi rrobat, dhe në fytyrën e tij kaloi diçka. Jo gjykim, por befasi. Pyetja ishte e qartë dhe pa fjalë. Lokja i shpjegoi shkurt. Kishte filluar palestrën, ishte e re, nuk dinte si do të shkonte, por donte të provonte. Ishte vendimi i saj. Mustafai mbeti i heshtur për një çast, pastaj nodisi ngadalë. Dhe tha, me atë ekonomi fjalësh që e karakterizonte, thjesht: "Mirë, kujdesu." Nuk kishte entuziazëm, nuk kishte mbështetje frymëzuese, por ishte leje dhe leje me respekt. Dhe nga Mustafai, ky ishte një mesazh i qartë: bëj çfarë do, nuk do të ndaloj. Lokja mori çantën e vogël sportive, që Mira i kishte bler bashkë me rrobat, duke e paketuar gjithçka si dhuratë e vogël, dhe doli. Sesioni i parë ishte sfidues, jo shumë i vështirë nga ana fizike. Genti ishte kujdesur të fillonte ngadalë, me ushtrime bazë, me intensitet të ulët. Por ishte sfidues në mënyra të tjera. Ishte sfidues të shikoheshe në pasqyrë dhe të qëndroje aty. Ishte sfidues të ndijeshe e re, e paregatitshme, e pa përsosur midis njerëzve të tjerë që dukeshin sikur e dinin çfarë bënin. Ishte sfidues të ndijeshe i gjykuar, edhe kur gjykimi mund të ishte i imagjinueshëm, edhe kur mund të mos ishte fare. Por Lokja bëri ushtrimet, i bëri ngadalë me vëmendje, duke ndjekur udhëzimet e Gentit, dhe kur përfundoi sesioni,
35 minuta, nuk shumë, por të plota, ajo ishte me fytyrë të skuqur, me djersë të lehtë dhe me diçka të pazakond brenda saj. Kishte qenë gjallë, ishte ndjerë gjallë. Jo si çdo ditë tjetër, jo me atë gjallëri mekanike të ditës me detyra dhe orare, por gjallë me vetdijen e plot për trupin e saj, për muskujt që i lëviznin, për frymarrjen që ishte e vështirë por e pranishme, për djersën që tregonte punën. Gjallë si dikur, sikur ishte e re dhe trupi ishte i lehta dhe lëvizja ishte gëzim. Ky ndjesi, ky flash i shkurtër i gjallërisë, ishte arsyeja pse u kthye. Dibra është qytet i vogël. Kto e di edhe vetë nëse ke jetuar ndonjëherë në qytet të vogël. Informacioni lëviz shpejt. Nuk ka nevojë për gazetë apo rrjete sociale. Fqinja Rabia, grua e moshës së Lokjes, me zë si kambana e kishës kur ngrihet, e kishte parë Lokjen të dilte me çantë sportive të hënën në mëngjes. Kishte pyetur. Kishte marrë përgjigje të thjeshtë dhe të drejtë nga Lokja vet. Po, shkonte në palestër. Pas një ore, e gjithë rruga e dinte. Komentet ishin të ndryshme. Disa ishin kureshtare. Palestër? Tani? Në atë moshë? Disa ishin, me njeriu mund ta quaj me mirëdashësi, shqetësuese. A është mirë? A e lejon mjeku? Disa ishin hapur skeptike. Çfarë do të bëj ajo atje? Dhe disa, ato më të dhimbshmet, ishin me ironi të maskuar me shqetësim. Mirë, le të shkoj, por si duket ajo atje midis të rinjve? Ky si duket ishte fjalia më e rëndë, sepse si duket nuk ishte pyetje estetike, ishte pyetje sociale. Kishte pyetje nëse Lokja ishte duke bërë diçka jashtë vendit të saj, nëse ishte duke kaluar kufirin e padukshëm mes asaj çfarë i lejohet gruas së moshës dhe asaj çfarë nuk shkon. Lokja i dëgjoi komentet. Disa i arrinin drejt për drejt, nga Rabia, nga fqinja tjetër Meredith, nga gratë të tjera me të cilat takohej çdo ditë. Disa i arrinin tërthorazi, nga Mustafa që kthente fjalë të dëgjuara në dyqan, nga Mira që i tregonte çfarë po thuhej, dhe disa Lokja imagjinonte vet, pasi e dinte si funksiononte kjo botë, dhe imagjinata shpesh plotëson boshllëqet me gjëra edhe më të rënda se realiteti. Por diçka interesante kishte ndodhur brenda Lokjes gjatë atyre 2 javëve. Ajo kishte filluar të ndihej ndryshe. Jo dramatikisht, jo menjëherë, por pak dhe pak. Trupi i dhimbte pas ushtrimeve, si gjithmonë kur fillon diçka e re. Muskujt kishin ato dhimbje të njohura të kënaqshme që tregojnë se diçka ka ndryshuar, se diçka ka punuar. Gjumi kishte përmirësuar. Flinte me një lodhje të ndryshe, jo lodhjen e bezdisshme të punës shtëpiake, por lodhjen e pastër të aktivitetit fizik. Dhe humori kishte ndryshuar zhumzimin e vogël por të dukshëm. Ky ndryshim i vogël i bënte komentet e lagjes pak më të lehta. Jo pa pesh, ishin ende aty dhe bënin efektin e tyre, por Lokja kishte gjetur diçka të saj, diçka brenda sallet të palestrës, brenda ato 35 minutat e ushtrimeve, që i bënte të qartë se ky ishte i saj dhe askush tjetër nuk kishte të drejtë ta vendoste. E vërteta ishte se gjykimi kishte 2 faqe. Kishte faqen e fjalëve të rënda, fjalët e atyre që ishin skeptik apo indiferente, por kishte edhe faqen tjetër, fjalët e atyre pak të rrallë, por ekzistonin, që ishin të mahnitur. Mira ishte krenare dhe shprehte hapur. Genti, instruktori, e trajtonte me respekt të plot dhe pa dallim nga klientët e tjerë, gjë që kishte vlerën e saj simbolike. Dhe papritur, 2 javë pas pjesa 4 vazhdim, ndodhi diçka e papritur brenda palestrës. Ishte një të mërkur, 53 vjeç, me flok të ngjyrosur kafe dhe me veshje sportive me ngjyra të ndezura. E re në palestër, Lokja nuk e kishte parë më parë. Ajo gruaja, emri i saj ishte Shpresa, siç mëson pak më vonë, kishte ardhur dhe kishte qëndruar pranë, duke shikuar pajisjet me konfuzion të qartë. Ishte po ajo konfuzion që Lokja kishte ndjerë ditën e parë. Ajo njohje e mungesës së orientimit ishte e menjëhershme dhe e qartë. Lokja pa, dhe bëri diçka spontane, diçka që nuk e kishte planifikuar. E ftoi, i shpjegoi si funksionon pajisja, ngadalë dhe me durim, me fjalë të thjeshta.
I tregoi pozicionin e duhur, si të mbaj shpinën, sa herë të përsëris. Shpresa e shikoi me mirënjohje të vërtet, dhe pastaj tha: "Kam një muaj duke menduar të vi, por kisha turp. Ti si e bëre?" Lokja mendoi pak. Pastaj tha: "Hapa derën." Ishte përgjigje e thjeshtë, por mbante brenda saj tërë historinë. Pas asaj dite, Lokja dhe Shpresa filluan të vinin të njëjtën orë. Nuk ishte marrëveshje formale, thjesht ndodhi natyrshëm. Dhe pastaj, pas disa javësh, erdhi edhe Nekja, fqinja e Shpresës, 61 vjeç, me gjuhë problematik, por me vendosmëri prej luaneshe. Dhe pastaj Fatime, 54 vjeç, e divorcuar, që kishte vendosur të rifillonte diçka. Dhe pastaj edhe Zoja, e cila nuk kishte nevojë as pak për palestrën nga ana fizike, ishte relativisht aktive, por kishte ardhur sepse Lokja I kishte thënë se ishte mirë, dhe ajo kishte besuar. Brenda 2 muajsh, Lokja pa ishte vetëm. Kishte një grup të vogël grave të moshave të ndryshme, të gjitha 50 e sipër, që vinin çdo mëngjes të mërkur dhe të premte. Genti I kishte thirrur me tallje të ngrohtë, grupi I mëngjesit, dhe kishte filluar të strukturoj sesione specifike, të përshtatura për nevojat e tyre. Kjo nuk ishte planifikuar nga Lokja, nuk ishte synuar të bëhej udhëheqëse e grupit, nuk ishte synuar të frymëzonte askënd, kishte synuar vetëm të stërvitej. Por njerëzit ndjejnë kur dikush është autentik, kur dikush nuk luan rol, kur dikush shpina ishte drejt. Ky ishte ndoshta ndryshimi I parë dhe më I dukshmi. Dikur, pa e kuptuar, Lokja kishte filluar të mbaj shpinën pak të kërrusur, jo shumë, por mjaftueshëm për ta bërë të dukej 5 centimetra më e ulët se gjatësia e saj. Ishte kërrusja e zakonshme e lodhjes kronike, e punëve shtëpiake, e viteve të mbajtjes së fëmijëve. Por 3 muaj stërvitje, me fokus të veçantë në muskujt e shpinës dhe të barkut, e kishin ndryshuar atë qëndrin ngadalë dhe qartë. Tani, Lokja qëndronte drejt, dhe kjo drejti kishte efekt të çuditshëm. E bënte të dukej jo vetëm më e qatë, por edhe ndryshe, si dikush që zotron hapësirën ku ndodhet. Humbja e kilogramëve ishte e moderuar, nuk ishte asgjë ekstreme, dhe as Genti, as Lokja nuk ishin vendosur numra si qëllim. Kishte humbur, por kjo nuk ishte gjëja kryesore. Gjëja kryesore ishte cilësia e trupit. Ai nuk ishte thjesht më I lehtë, por ishte më I fortë, më I lëvizshëm, më I gjallë. Dhimbjet e gjurve kishin pak e pak zbutur, shpina nuk ankohej më pas punëve shtëpiake. Dhe ato shkallët që dikur I shkaktonin ngulçim, tani I ngjiste pa u menduar. Por ndryshimi fizik, sado I rëndësishëm, ishte vetëm shtresa e sipërme. Nën sipërfaqe kishte ndryshuar shumë më tepër. Lokja kishte filluar të flasë ndryshe, jo me fjalë të ndryshme, me të njëjtat fjalë, por me zë ndryshe, me më shumë vetbesim, pa atë hezitim të zakonshëm të fundme të fjalive, pa atë ton apologetik që kishin marrë fjalët e saj pa e kuptuar. Fliste dhe nuk kërkonte leje. Kishte filluar gjithashtu të vendos kufi. Kjo ishte gjere. Dikur, kur fqinja vinte pa paralajmërim dhe qëndronte 2 orë duke folur, Lokja e priste me durim dhe hezitonte ta largonte. Tani, me butësi, me mirësi, por me qartësi, I thoshte: "Eja nesër, sot jam e zënë." Jo sepse ishte e zënë gjithmonë, por sepse kishte kuptuar se koha e saj kishte vlerë, dhe kjo vlerë meritonte mbrojtje. Mustafaj e kishte vënë re këtë ndryshim. Buri I heshtur kishte filluar ngadalë, pa bujë, por qartë, ta shikoj gruan e tij ndryshe. Jo si dikë të huaj, por si dikë të ri, si dikush që kishte qenë gjithmonë atje, por tani ishte bërë e dukshme në mënyrë të re. Filloi të pyeste si kishte shkuar sesioni, filloi të tregonte kureshtje për gjërat që Lokja mësonte, dhe një natë, pas shumë vitesh heshtje e zakonshme pas darke, Mustafaj e pyeti nëse kishte dëshirë të dilnin të ecnin bashk pas darke. Ishte ftesë e thjeshtë, por Lokja, kur e dëgjoi, ndjeu diçka çlirohej brenda kraharorit, si dera e mbyllur pas shumë kohësh. Dolën, ecën nëpër rrugët e vjetra të Dibrës, aty ku kishin ecur herën e parë dekada më parë, kur ishin të rinj dhe ardhmja ishte plot mundësi të papërcaktuara. Nuk folën shumë, ky nuk ishte lloji I tyre. Kraharor.
Telefonate që dikur ishin të shkurtra dhe formale, si jeni, bar, dakord, tani zgjateshin. Lokja tregonte, Arditi dëgjonte, kishte gjëra për të thënë. Blerina erdhi nga Tirana, kjo ishte gjëja e parë. Jo vizite zakonshme festore, një vizitë rastit, thjesht sepse donte të shihte nënën. Kur arriti dhe e pa Lokjen, u ngriti nga makina dhe e mbajti gjatë, shumë gjatë, me atë lloj përqafimi që nuk ka fjalë. Pastaj tha, nën, je ndryshe. Lokja qeshi, jam e njëjta. Jo, tha Blerina, duke e shikuar me kujdes, me sytë që ishin pak të lagur. Je shumë ndryshe dhe është bukur. Ishte e shtunë pas dite kur ndodhi gjëja që do ta ndryshonte gjithçka publike. Palestra organizonte her pas here aktivitetet e hapura, stërvitje grupore në sheshin kryesor të qytetit, me muzikë dhe me ftesë të hapur për gjithkënd. Ishte marketing, por gjithashtu ishte gjest komuniteti. Shprehja e idesë se sporti nuk ishte vetëm për të privilegjuarit apo të rinjt, por për të gjithë. Genti e kishte ftuar grupin e mëngjesit, Lokjen, Shpresën, Nenkjen, Fatimen dhe Zojen të merrnin pjesë. Ishin diskutuar javë më parë, me diskutime të gjata dhe me shumë ndoshta dhe do të shohim. Por të premte në darkë, Lokja kishte vendosur, po, dhe vendimi i saj kishte tërhequr edhe të tjerat. Kur dolën në shesh, 5 gra të moshave 50 e sipër, me veshje sportive, me qëndrim të drejtë, sheshi nuk ishte i zbrazët. Ishte e shtunë pasditja, koha kur njerëzit dilnin për shëtitje, koha kur qyteti kishte gjallërinë e saj të zakonshme. Kishte familje, të rinj, pleq, fëmijë. Kishte njerëz që njihnin Lokjen dhe njerëz që nuk e njihnin. Filloi muzika, filluan ushtrimet, të strukturuara, të ndara, me ritmin e muzikës, dhe 5 gratë, me Lokjen pak para, pa e synuar por thjesht sepse e dinte rutinën më mirë, filluan të lëvizin. Për minutat e para, njerëzit shikuan me atë vëmendje normale të kuriozitetit. Pastaj, ngadalë, diçka ndryshoi. Lokja lëvizte ndryshe nga ç'prisnin. Nuk ishte lëvizja e dikujt të pasigurt ose të lodhur. Ishte lëvizja e dikujt që e kishte punuar trupin e vet, që e dinte çfarë bënte, që ishte e pranishme dhe e sigurt. Kishte forcë në lëvizjet e saj, jo forcën e të riut, por forcën e ndryshe, shumë më interesante. Forcën e dikujt që e ka fituar atë forcë, jo si dhurat, por si frut i punës. Njerëzit ndalën, jo të gjithë me njëherë, por gjysmë pas gjysme, duke u ndalur dhe shikuar. Disa buzëqeshën, jo me ironi, por me atë buzëqeshje të papritur të lumturisë, kur she diçka të bukur kur nuk e prisja. Disa fëmijë erdhën më pranë, kureshtare. Disa të rinj, ata vetë të rinj sportiv që ishin skeptik në fillim, qëndruan dhe vëzhguan me vëmendje gjithnjë e më serioze. Rabia ishte atje. Ajo grua me zë si kambana, ajo që kishte qendër të parët, që kishte komentuar dhe kishte bërë komentin e vetë të hedh fara dyshimi. Qëndronte me 2 fqinja të tjera dhe shikonte. Shikonte Lokjen. Dhe fytyrën e Rabiës, fytyrën që zakonisht kishte shprehje të gatshme për çdo opinion, e kishte marrë diçka e pazakont. Heshtja. Ishte heshtja e njerëzve kur shohin diçka që nuk e kanë pritur dhe nuk e kanë menduar se do ta shihnin. Heshtja e rishqyrtimit të mendimeve. Sesioni zgjati 30 minuta. Kur mbaroi dhe kur muzika u ul, kishte duar trokitje. Jo të mëdha, jo të organizuara, por spontane, nga njerëz të ndryshëm të shpërndarë në përshesh, që kishin dalur dhe kishin parë dhe kishin ndjerë diçka. Lokja qëndroi në mes të grupit, me fytyrën e kuqe nga ushtrimet, me djersë të lehtë në ballë, dhe dëgjoi duar trokitjet. Dhe ndjeu diçka që kishte shumë kohë nuk kishte ndjerë. Ndjeu veten. Jo si grua e Mustafës, jo si nënë e Arditit, jo si gjyshe e voglushve, por si Lokja, thjesht Lokja, individi, njeriu me historinë e vet dhe me forcën e vet. Rabia kaloi pranë saj kur po largoheshin. U ndal dhe tha, me zë pak të ndryshuar nga zakonisht, pak më të ulët, pak pas sigurinë e zakonshme. Ti ke bërë mirë, Lokje, e kam thënë gjithmonë. Nuk kishte thënë gjithmonë. Ata dy e dinin. Por Lokja buzëqeshi dhe nuk i tha asgjë, jo sepse nuk kishte çfarë të thoshte, por sepse nuk kishte nevojë. Momenti fliste vetë. Arditi erdhi nga Gjermania 2 muaj pas ngjarjes në shesh. Kishte planifikuar vizitën prej javësh. Ndryshe nga vizitat e mëparshme që shpesh ishin të nxituara, kjo ishte e planifikuar,
me kohë të mjaftueshme, si vendimi qëllimshuar. Kur doli nga autobusi dhe pa nënën që e priste, Lokja kishte insistuar të shkonte vetë, pa Mustafën, duke thënë se donte pak kohë me djalin e madh vetëm. Arditi u ndal. 20 vjet kishte bërë ato rrugë nga stacioni i autobusit deri te shtëpia e prindërve. E dinte çdo kthes, çdo ndërtesë. Por nënën e kishte ndier gjithmonë si pjesë e sfondit, e ngulitur atje, e qëndrueshme, e pandryshueshme si vetë malët. Tani duke e parë, ndjeu diçka çuditërisht të re. Ajo qëndronte drejt, kjo ishte e para gjë që vuri re. Pastaj, siç e analizoi më vonë kur i tregonte gruas së tij në Gjermani, vuri re diçka tjetër. Shikimi. Nëna e tij shikonte drejt për drejt, pa e ulur syt, pa atë shprehje të heshtur të rezignimit që ai kishte mësuar të asocionte me të. Shikonte drejt dhe kishte diçka atij, diçka e gjallë dhe të pranishme. E përqafoi, dhe ajo e mbajti, fort, me forcë të vërtet, jo me forcën delikate të përqafimeve të zakonshme, por me forcë muskush të punuara, të vërteta. Arditi qeshi, pak i habitur, pak emocionues. Gjatë ditëve të vizitës, vëzhgoi duke ngritur peshë. Jo peshë shumë të rënda, por reale, me formë korrekte, me qëndrim të sigurt. E vëzhgoi duke u qeshur me shpresën dhe fatimen, me atë gëzim spontan dhe të lirë që nuk kishte parë shumë kohë tek nëna e tij. Dhe u fërkua diçka brenda tij. Ndjeu fajin e birit të madh që kishte larguar, që kishte bërë jetën e vet, që kishte dërguar para çdo muaj si mënyrë për t'i paguar borxhin e heshtjes dhe mungesës. Danja e kishte mbuluar me punë dhe me distancë. Kishte menduar, nën është mirë, nën menaxhon, nën gjithmonë menaxhon. Por ky menaxhim kishte koston e tij, dhe kostoja kishte qenë pikërisht kjo, grua që ishte bërë e padukshme edhe për veten. Tani, duke e parë të stërvitej, Arditi mendoi, sa kohë ja kishte vjedhur kjo largësia, sa momente si ky i kishin kaluar pa e parë, pa e njohur. Një mbrëmje, pasi Mustafa flinte dhe shtëpia ishte e qetë, Arditi dhe Lokja ulën në kuzhinë me nga një gotë çaj. Dhe Arditi tha diçka që kishte mbajtur shumë kohë brenda vetes. Nën, ke qenë gjithmonë e fortë, por tani e shoh si duket kur e tregon. Lokja e shikoi djalin e saj të madh, me shpinë pak të kërrusur nga puna e gjatë me kompjuterin, me sytë pak të lodhur nga jeta jashtë shtetit, me atë shprehje të turbullt të njerëzve që kanë bërë zgjedhjet e duhura, por që ndonjëherë pyesin nëse kishin çmim. E shikoi dhe ndjeu dashurinë e madhe dhe të zakonshme të nënës, dashurinë që nuk ka nevojë për shpjegim. Dhe i tha, edhe ti je i fortë, djali im, thjesht duhet ta tregosh pak më shumë. 6 muaj pas sesionit të parë, Lokja kishte ndryshuar programin e stërvitjes. Genti, që kishte parë progresin e saj me kënaqësi profesionale, kishte sugjeruar gjëra të reja, peshë pak më të rënda, ushtrime me rezistencë, stërvitje kardiovaskulare. Lokja kishte pranuar gjithçka, jo verbërisht, por me kureshtje të vërtet, me dëshirë për të ditur dhe për të provuar. Ndërkohë, brenda grupit të mëngjesit, kishte ardhur edhe Hamidia, 63 vjeç, gjyshja e 8 nipëzave, grua që kishte pasur 2 operacione gjunjësh dhe të cilës mjeku i kishte thënë se aktiviteti fizik i moderuar ishte jo vetëm i lejueshëm, por i nevojshëm. Hamidia kishte ardhur me dyshim të madh dhe kishte qëndruar me vendosmëri edhe më të madhe. Brenda 2 muajsh, ishte bërë antarja më entuziastike e grupit. Grupi kishte fituar gjithashtu vëmendjen e dikujt tjetër, një gazetare e re nga qyteti, Donika, që shkruante për faqen lokale informative, kishte dëgjuar për grupin e grave mbi 50 në palestrën e re dhe kishte ardhur të intervistoj, jo me qëllim të madh, thjesht histori lokale e vogël, diçka njerëzore. Por kur u ul me Lokjen dhe e dëgjoi, me atë zë të qetë por të qëndrueshëm, me ato fjalë të thjeshta por të plota, Donika kuptoi se kishte gjetur diçka më shumë se histori të vogël lokale. Kishte gjetur histori njerëzore, autentike, pas bukurime dhe pa teatralitet. Artikulli u publikua. Ishte i thjesht, i drejt për drejt, me një foto të grupit gjatë sesionit. Titulli thoshte thjesht. Gra nga Dibra tregojnë se mosha nuk është pengesë. Artikulli u shpërnda. Fillimisht brenda qytetit, njerëzit e njohën Lokjen, shpresën, të tjerat. Pastaj u shpërndaj gjetk,
dikush e ndau në grupin e Facebookut të diasporës Dibrane, pastaj dikush tjetër e mori dhe e ndau gjetk. Interneti kishte atë aftësi të çuditshme të madhe, të marrë diçka lokale dhe ta shndronte befas globale. Brenda disa ditësh, Lokja filloi të merrte mesazhe nga njerëz që nuk i njihte, nga diaspora, nga gra të moshave të ndryshme në qytete të ndryshme. Disa thonin thjesht bravo, disa tregonin historinë e tyre. Edhe unë jam si ti, edhe unë mendoja se ishte vonë. Disa pyesnin si kishte filluar. Lokja nuk kishte rrjete sociale, nuk kishte pasur nevojë, nuk e kishte kuptuar pse i duhej. Por Mira, e cila menaxhonte gjithçka me efikasitetin e mësueses moderne, i kishte krijuar një profil të thjeshtë, jo me qëllim influencers, jo me ambicie fameje, thjesht si mënyrë për t'u përgjigjur mesazheve. Dhe Lokja u përgjigjte, me dorë, me fjalët e saj, pa asnjë strategji komunikimi, pa asnjë qëllim tjetër veç të thjeshtit. Nëse dikush kishte dëgjuar historinë e saj dhe ndihej pak më pak i vetëm, kjo ishte e mjaftueshme. Rrjedha e internetit është e çuditshme. Ndonjëherë gjërat e vërteta gjen rrugën e tyre. Kishte diçka që Lokja nuk ja kishte treguar askujt, jo Mirës, jo Shpresës, jo Gentit. E kishte mbajtur brenda si gur i vogël i rënd, jo shumë i madh, jo i padurueshëm, por gjithmonë atje, gjithmonë i ndjeshëm. Ishte kjo. Ajo kishte pasur dikur ëndër. Jo ëndër e madhe, jo ambicie e mprehur. Thjesht diçka e thjesht dhe e sinqert. Kur ishte vajzë e re, para martesës, kishte qenë e mirë në vrapim. Shkolla kishte pasur garë çdo vit dhe ajo kishte vrapuar dhe kishte fituar. Jo çdo herë, por shpesh. Kishte ndjerë atë gjë të veçantë të trupit kur vrapon, lirinë absolute, trupi dhe mendjen të bashkuara në lëvizje, bota duke kaluar pranë me shpejtësi, dhe vetëm ti, dhe ritmi i hapave, dhe frymëmarrja. Dhe pastaj jeta kishte ardhur, martesa, fëmijët, shtëpia, dhe vrapimi kishte ndaluar. Thjesht kishte ndalur, si shumë gjëra të tjera. Nuk kishte pasur dram, nuk kishte pasur vendim formal, kishte thjesht ndalur duke pasur kohë, dhe pastaj edhe nga dëshira e humbur. Por tani, jo shpejt, jo si dikur. Pas dekadash mosh dhe munges praktike, trupi nuk ishte si ai i vajzës 15 vjeçe, por vraponte. Ishte vrapim real, me ritëm, me frymarrje të thellë, me trupin lëviztar mbi shiritin. Genti e pa nga raundi i tij dhe u ndal. Nuk tha asgjë, thjesht u ndal dhe vëzhgoi. Kishte parë shumë njerëz të stërviteshin, kishte parë transformime të ndryshme. Por kishte diçka aty, diçka në mënyrën si vraponte ajo grua që e bëri të ndihej si duke parë diçka të shenjte. Lokja vrapoi 5 minuta, pastaj ngadalsoi, kaloi në ecje dhe ndaloi. Kishte fytyrën e kuqe, frymarrjen e çrregullt, sytë ndezur dhe ishte duke qarë. Duke qarë me lot të vërteta pa i fshehur. Genti u afrua dhe pyeti me zë të ulët nëse ishte mirë. Ajo tha ndërmjet frymarrjeve, është hera e parë pas shumë vitesh që e di si ndihet kur vrapoj. Genti nuk tha asgjë, nuk kishte nevojë. Ky ishte çasti kur Lokja kuptoi diçka të rëndësishme. Transformimi i saj nuk kishte qenë kurrë vetëm fizik. Kishte qenë rikthim te vetja, te ajo versioni i hershëm i saj që kishte vrapuar dhe kishte gëzuar dhe kishte ndjerë trupin si burim gëzimi dhe jo vetëm si mjet pune. Rikthim te diçka që nuk e kishte humbur krejtësisht, vetëm e kishte varrosur nën shtresat e viteve dhe të detyrave. Dhe ky rikthim nuk mund ta merrte kush. 24 muaj pas asaj dite kur Lokja kishte hapur derën e palestrës për herë të parë, ndodhi diçka që nuk e kishte imagjinuar. Palestra kishte organizuar ngjarjen e parë vjetore, një ditë të plot aktivitetesh, me stërvitje, me prezantime, me ceremoninë e vogël. Kishin ftuar mjek, kishin ftuar pedagog të sportit, kishin ftuar mediat lokale dhe kishin ftuar Lokjen, jo si klient, por si folës. Lokja e kishte refuzuar fillimisht.
Ky ishte refleksi i saj i vjetër. Më nian uni, lërini të tjerët, nuk jam unë ajo me fjalë të rëndësishme. Por Genti kishte insistuar, Mira kishte insistuar, edhe Shpresa dhe Hamidia kishin insistuar. Dhe pas shumë diskutimeve, Lokja kishte pranuar. Dita e ngjarjes ishte e ngrohtë dhe me diell. Salla e madhe e palestrës kishte mburiur jo vetëm me antar të zakonshëm, por edhe me njerëz nga lagje të ndryshme, me familje, me gazetar lokal. Arditi kishte ardhur nga Gjermania specifikisht për këtë ditë. Blerina kishte ardhur nga Tirana, Florenti nga Shkodra. Mira ishte aty me fëmijët. Mustafa qëndronte në radhën e parë, i heshtur siç ishte gjithmonë, por me sytë që kishin atë shprehje të rrallë të burrave të kryenet. Ajo qëndroi para mikrofonit. 59 vjeç tani, flok gri por të rregulluara, qëndrim drejt, sytë të qarta, dhe shikoi rrethin e njerëzve. Shikoi Arditin, Blerinën, Florentin, Mirën. Shikoi Mustafën. Shikoi Shpresën, Nekjen, Fatimen, Zojën, Hamidjen. Shikoi Gentin. Shikoi fytyra të njohura dhe të panjohura. Dhe pastaj filloi të flas, jo me fjalim të përgatitur, jo me fjalë të ndërtuar me kujdes, por thjesht me të vërtetën e saj, me atë qartësi të vënë vetëm te njerëzit që kanë kaluar në për diçka reale. Tha se kishin vite që nuk e kishte parë veten, jo metaforikisht, fjalë për fjalë. Kishte kaluar pranë pasqyrave pa u ndalur, kishte punuar trupin e vet pa i njohur, kishte jetuar brenda vetes pa i banuar vërtet. Tha se transformimi i saj nuk kishte qenë rreth peshores apo rrobave apo kilogramve. Kishte qenë rreth asaj pyetjeje të thjeshtë dhe rrëqethse. Kush jam unë jashtë roleve të mia? Tha se nuk kishte përgjigje të lehtë, por stërvitja, ato 30 minuta 3 herë në javë, ato djersa dhe ato dhimbje të pas sesionit, kishte qenë hapi parë drejt asaj pyetjeje. Kishte qenë mënyra si kishte ritakuar trupin e saj dhe nëpërmjet trupit, veten. Tha se ishte vonë, ishte 57 kur kishte filluar. Shumë njerëz i kishin thënë, jo me keqdashje, por thjesht nga mungesa e imagjinatës, se ishte e madhe, se ishte vonë, se kishte jetuar jetën e saj. Por kena jetuar jetën nuk ishte arsye për të ndalur, ishte ndoshta arsyeja më e mirë për të filluar, sepse kush kishte jetuar dhe kishte punuar dhe kishte dhënë, meritonte gjithashtu të merrte diçka. Kohën, energjinë, vëmendjen e vet. Tha, me zë pak të ndrojtur, por me fjalë të sigurta, nëse jeni si unë, nëse keni dhënë gjithë jetën dhe keni harruar t'i jepni edhe vetes, dua t'ju them diçka. Nuk është vonë, trupi juaj ju pret, vetja juaj ju pret. Nuk ka mosh që ta mbyll atë derë. Ajo derë hapet kur ti zgjedh ta hapësh. Dhoma qëndroi e qetë për një çast. Pastaj filluan duartrokitjet, jo formale, jo të organizuara, por spontane, nga njerëz të ndryshëm në mënyrë të ndryshme. Disa qanin. Mustafa, burri i heshtur, i kryeneçi Mustafa, i kishte fshirë syt me cep të xhaketës, duke menduar ndoshta se askush nuk e kishte parë. Por Mira e kishte parë dhe nuk kishte thënë asgjë. Arditi nga radha e parë, pa nënën e tij. Lokja e shikoi. Pa në fytyrën e asaj gruaje, fytyrë që e kishte njohur për dekada, me të gjitha anët e saj, diçka të rrallë. Brishtësinë. Brishtësinë e njerëzve kur pranojnë se kanë gabuar, kur zgjedhin ndershmërinë në vend të krenerisë. Dhe Lokja bëri diçka karakteristike për të. Nuk triumfoi, nuk tha, e dia, dhe nuk tha, e shikove tani. Thjesht e zuri dorën Rabies dhe buzëqeshi. Buzëqeshi e thjesht, e ngrohtë, e plot. Kaq. Asgjë tjetër nuk kishte nevojë. Kjo është historia e Lokjes nga Dibra, por para se ta mbyllim, dua të them diçka. Ty që po dëgjon. Historia e Lokjes nuk është histori e jashtëzakonshme sepse ajo bëri diçka të jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme pikërisht sepse bëri diçka shumë të zakonshme. Vendosi të kujdeset për veten. Vendosi të shikoj pasqyrën dhe të mos kthej kokën. Vendosi të hap derën.
Shumë prej nesh kemi atë derë. Mund të mos jetë dera e palestrës, mund të jetë dera e kursit që gjithmonë kemi menduar t'i bënim, dera e bisedës që kemi shtyrë, dera e qëllimit të harruar, dera e dëshirës që e kemi varrosur nën shtresa detyrimash. Dhe kemi qëndruar para asaj dere, ditë pas dite, vit pas viti, duke menduar se është vonë, se bota do të gjykojë, se nuk ja vlen. Por Lokja, 57 vjeç, me flok gri dhe shpinë që ankohej, e hapi derën. Dhe bota, ajo boti cila supozohej të gjykonte, të qeshte, të shikonte me vështrime anëshmë, u ndal. Dëgjoi, duartrokiti, mësoi. Jo sepse Lokja kishte trup si modelet e reklamave, jo sepse kishte bërë rekorde, por sepse kishte bërë diçka shumë më të vështirë. Kishte qenë e vërtet, kishte qenë e veten, kishte vendosur se vërteta e saj, trupi i saj, historia e saj, kishin vlerë. Dhe kjo vlerë nuk varet nga mosha, nuk varet nga opinioni i fqinjve, nuk varet nga aprovimi i askujt, varet vetëm nga vendimi yt. Arditi u kthye në Gjermani 2 javë pas ngjarjes, por diçka ishte ndryshuar, jo jashtë, por brenda. Telefonatat u bën javore, bisedat u bën të vërteta, dhe ai filloi t'i shkruante nënës çdo natë mesazhe të shkurtra, jo gjëra të mëdha. Thjesht një si je, apo mendova për ty sot. Gjëra të vogla, por gjërat e vogla, të bëra me rregullsi dhe me dashuri, ndërtojnë ura. Blerina, mësuese e Tiranës, nisi një grup stërvitjeje me nënën e saj si model, jo me fotot e Lokjes, por me idenë e saj. Grupi vogël grash në lagjen e saj që mblidheshin 2 herë në javë. Thjesht lëvizje, thjesht kohë për veten, thjesht hapësirë ku nuk ishin nën dhe grua, dhe zonjë, por thjesht veten. Florenti, i qeti, i rezervuari, ai që fliste pak, i shkroi nënës një letër. Letër të shkruar me dorë, me stilolaks, në letër të vërtet. Lokja e lexoi 3 herë dhe e mbajti brenda kutisë ku kishte gjërat e çmuara. Letra thoshte, ndër të tjera, nën, të shikoja si stërvitesh dhe mendova, kur nuk kam ditur sa e fort ishe, jo sepse ishe e fshehur, por sepse unë nuk kisha sy ta shihja. Tani i kam. Mustafa bëri diçka fare të pazakont për të. Bleu veshje sportive. Vet, pa pyetur, nga dyqani sportiv në qendër. Erdhi shtëpi, i vendosi mbi krevat dhe kur Lokja i pa, shikoi burrin e saj dhe nuk tha asgjë. Të nesërmen, ata dy dolën bashk, jo në palestër, por për shëtitje të gjatë në për rrugët e jashtme të qytetit, aty ku kishte pemë dhe ajër të pastër dhe heshtje të bukur. Ecën 30 minuta. Pastaj u ulën mbi bank dhe shikuan malin. Mustafa tha, duke shikuar malin e jo gruan, ke bërë diçka të mirë për veten, duhet ta kisha thënë herët. Lokja i pa profilin e njohur prej dekadash, me ato vija të bukura të moshës së punuar, dhe mendoi se sa herë kishte menduar se ndoshta ai nuk shikonte, ndoshta nuk kuptonte, por kishte parë. Burrat e tillë gjithmonë shohin, thjesht nuk e din si ta shprehin. E di, i tha Lokja, dhe ky e di ishte i pjota. Mbante brenda tij njohjen, faljen, mirëkuptimin dhe atë lloj dashurie që nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, sepse është ndërtuar me gur të vegjël mbi 30 vjet. Grupi i mëngjesit vazhdoi. 5 gra u bën 7, pastaj 10. Genti krijoi orarin zyrtar, sesioni i mëngjesit për gratë mbi 50, dhe i promovoi si produkt të veçantë të palestrës, jo si lëmosh, jo si gjë e lehtë, si program i vërtet, me nivele, me qëllime, me progres të matshëm. Hamitja, ajo me 63 vjet dhe 2 operacione gjunjë, bëri diçka që mjeku i kishte thënë se ndoshta nuk do ta bënte kurrë. Ngjiti shkallët e kalasë vjetër të Dibrës, të cilat kishin 52 shkallë të guri. E bëri ngadalë, me ndalesa, me dorën e Lokjes pranë kur duhej, por arriti lart,
dhe kur arriti dhe pa qytetin poshtë, qajti me dënes. Me gëzim njëherë, pas vrapimit, Genti e pyeti nëse kishte menduar ndonjëherë të merrte pjesë në garë lokale, jo të madhe, thjesht organizim të vogël qyteti. Lopja qeshi me atë qeshje të plot që i ishte kthyer, jo qeshja e ngushtë dhe e rezervuar e viteve të mesme, por qeshja e hapur e dikujt që ka arritur paqe me veten. Pastaj tha, do ta shoh. Dhe kjo do ta shoh nuk ishte hezitime, ishte mundësi e hapur, ishte dera e lënë gjysmë hapur, jo me frikë, por me kuriozitet. Me interesin e dikujt që ka kuptuar se jeta nuk ndalet as në 57, as në 60, as në 70, as kur, përsa kur ti zgjedh të lëvizësh. Ishte vonë pasdite kur Lokja u kthye shtëpi pas sesionit të fundit të javës. Shtëpia kishte erën e zakonshme, druri, kafja e shuar, ajri i njohur i viteve. Mustafa nuk ishte ardhur ende nga dyqani, ishte e qetë. Lokja kaloi pranë pasqyrës në dhomën e gjumit, ajo pasqyrë ku kishte filluar gjithçka, atë mëngjes të hershëm kur 2 pika loti kishin rënë pa leje. U ndal, e shikoi veten. Pa gruan 59 vjeçe me flok gri dhe sy të qartë dhe shpinë drejt. Pa njëkohësisht vajzën e re që kishte vrapuar dhe kishte fituar garën shkollore. Pa nënën e 4 fëmijëve, gjyshen e 3 nipëzave dhe mbesave, pa gruan e Mustafas, antaren e grupit të mëngjesit, folsin e ngjarjes, personin që kishte hapur derën dhe kishte gjetur botë të re. I pa të gjitha këto versione, jo me nostalgji, jo me keqardhje, por me diçka shumë ndryshe, me mirënjohje. Mirënjohje ndaj çdo versioni, ndaj vajzës që kishte vrapuar, ndaj gruas që kishte punuar pa u ndalur, ndaj nënës që kishte dhënë gjithçka, ndaj asaj gruaje 57 vjeçe që kishte qëndruar para derës dhe kishte vendosur të hyjë. Të gjitha ishin ajo, dhe ajo ishte e plot. Pastaj vazhdoi, shkoi në kuzhinë, ndezi zjarrin nën tenxherën dhe filloi të gatuante darkën. Por kur filloi të gatuante, këndoi. Jo me zë të lartë, jo shumë, thjesht me zë të ulët, atë melodi të vjetër dibrane që nëna e saj e kishte kënduar, dhe ajo e kishte mësuar pa e kuptuar kur. Këndoi ngadalë, prer perimet dhe ndjek ritmin e zakonshëm të kuzhinës, dhe diku mes atyre fjalëve të vjetra dhe erës së ushqimit dhe ngrohtësisë së kuzhinës, Lokja ishte plotësisht e pranishme, plotësisht aty, plotësisht e veten. Kjo ishte historia e Lokjes nga Dibra, grua që askush nuk e shikonte, grua e cila u bë e pamundur për t'u injoruar, jo duke bërtitur, jo duke kërkuar vëmendje, por duke bërë diçka shumë të thjeshtë dhe shumë të vështirë njëkohësisht, duke zgjedhur veten. Nëse ke ndenjur deri këtu, faleminderit. Dhe nëse kjo histori ka prekur diçka tek ty, nëse ka ndonjë derë të hapur gjysmë në jetën tënde, ndonjë ëndër e varosur, ndonjë version i vetes që ke lënë pas shumë kohë, ky është mesazhi i fundit i historisë. Derisa ke frymëmarrje, nuk është vonë. Hap derën.